përshëndetje. Zoti Shpëtim Idrizi, tash po e di pse po ma kanë natë shumë, që në keni shumë rëvla. Me rejoni që në cilësin e kryetarit të shoqatës Shamëria në Kosovë dhe të gjithë antarëve të kësaj shoqate t'ju uroj punë dhe fillim të mbarë në këto zgjedhje. Jam shumë i privilegjuar që më dha rasti të ju përshëndes në këtë eveniment kaq madhështor, edhe pse oratoria ime nuk është aq e kënaqshme, por medomos nuk desha ta lëshoj këtë mundësi. Erdha edhe me një qëllim tjetër dhe me një amanet të babait tim të ndjerë. Ai çdo herë më thoshte se bashkimi kombëtar do të ndodhë kur Shqipëria nënë do ta kërkon atë. Pra, ishte i bindur që nëna duhet t'i kërkoj bitë dhe bijat e veta. Dhe pastaj nuk ka fuqi në këtë botë që mund na ndalon të jetojmë bashkë. Qa duhet them me këtë? Sepse Shqipëria ka filluar me zë të fuqishëm t'i thret bitë dhe bijat e veta, t'i thret trojet e veta që i coptuan mizurisht. Për mbështetjen e madhe që e keni nga Kosova lindore, nga Ilirida, nga Malësia e madhe, por tash edhe nga qamet e Kosovës, vëllezër dhe motra, Shqipëria është i vend mishtet në botë që kufizohet me vetveten. Pra, për të ndryshuar këtë gjendje të hidhur, ka filluar një frymë e re. E unë jam i bindur që kjo frymë e re jeni ju Partia për Drejtësi, Integrim dhe Unitet.